Një burr i raskapitur kërkon paqe në shtëpinë e tij të pushimit në fshat, por aty gjen një grua të panjohur me 2 fëmijë që jeton atje. Të vendosur për ta ndarë shtëpinë vetëm për 10 ditë, ata detyrohen të bashkëjetojnë mes rregullash dhe heshtjesh. Por ajo që nis si një bezdi e papritur, shpejt shndërrohet në një mundësi për të rindërtuar 2 jetë të bëra coh. Nëse kjo histori ju tërhoqi, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet na ndiqni. Le të vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që keni dëgjuar ndonjëherë në jetën tuaj. Kapitulli një rruga që të çonte në Petrel dukej më e gjatë nga sa e mbante mend Artan Basha. Ndoshta sepse vitet e fundit nuk e kishte bërë atë udhëtim me qetësi, duke shijuar peizazhin që shpalosej nga dritaret e makinës. Gjithçka kishte qenë gjithmonë shumë e shpejtë, me nxitim urgjente. Por tani, pas muajsh të vështirë, pasi kishte parë humnerën dhe kishte ndjerë peshën e një jete të tërë kushtuar vetëm punës, ai kishte nevojë të ngadalësonte. Fjalët e mjekut i kumbonin ende në mendje si një alarm i pamundur për t'u shpërfillur. Pas stres, pas forcim, vetëm qetësi. Artani ishte vetëm 42 vjeç, por ndihej sikur mbante peshën e një ekzistence shumë më të gjallë. Ndërtoi një perandori nga hiçi, shndërroi një kompani të vogël teknologjike në një nga më të respektuarat në vend, mbylli marrëveshje milionere. Fjeti pak orë gjatë natës për 2 dekada dhe la pas dore gjithçka që nuk lidhej drejt për drejt me suksesin profesional. Trupi ja kërkoi haraqin. Në mënyrë brutale dhe pa paralajmërim, ai u detyrua të ndalonte. Shtëpia e fshatit në Petrel ishte një strehë që e kishte bler vite më parë, në një moment impulsi, kur ende besonte se do të kishte kohë për të shijuar fundjava të qeta larg qytetit të madh. Por koha nuk erdhi kurrë. Shtëpia mbeti aty, e mbyllur, e harruar, e vizituar vetëm 1 ose 2 herë në vit, në rastin më të mirë. Tani, ajo përfaqësonte shpresën e tij të vetme për shërim. Një vend larg kaosit të Tiranës, larg mbledhjeve të pafundme, telefonatave urgjente, kërkesave të vazhdueshme. Kur mori kthesën në rrugën e pasfaltuar që të çonte te prona, Artani ndiu një therje nostalgjie. Pemët përreth dukeshin më të larta, ajri më i pastër, heshtja më e thellë. Ishte pikërisht ajo që i duhej. Fiku motorin e makinës përballë portës dhe mori frym thellë, duke shijuar atë moment mbërritjeje. Por diçka nuk shkonte. Porta, që e mbante mend me bojë të qëruar dhe të ndryshkur, tani ishte pa të meta. E lyer me jeshilet e errët, me detaje të bardha, shkëlqente në dritën e diellit të pasdites. Artani rudhi vetullat. Ndoshta kujdestari që e paguante për t'i hedhur një sy pronës her pas here kishte marrë iniciativën për ta rinovuar. Por kujdestari kur nuk bënte më shumë se gjërat bazike. Diçka definitivisht nuk ishte në rregull. Ai hapi portën dhe hyri. Kopshti ishte plot lule. Trëndafila, luledele, viola të mbjella me kujdes në parcela të mirë mbajtura. Bari ishte i prerë, gurët e shtegut të pastër, pa barra të këqija. Vendi dukej si një kartolin. Artani ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt, por u përpoq të qetësoi. Ndoshta ishte thjesht një rastësi. Ndoshta kujdestari kishte punësuar dik për t'u kujdesur më mirë për pronën. Por kur ju afrua shtëpisë, vuri re se dritaret ishin të hapura. Perde të bardha tundeheshin lek nga fladi. Kishte rroba të varura në telin anësor. Rroba të vogla. Rroba fëmijësh. Artani ndaloi në mes të rrugës, zemra tani i rrite si e çmendur. Dikush po jetonte aty. Ai ngjiti ngadalë 3 shkallët e verandës, duke u përpjekur të përpunonte situatën. Dera kryesore ishte gjysmë e hapur. Nga brenda vinte era e gjellës së shtëpisë. Fasule në tenxhere, ndoshta një fërgesë. Tingulli i mbytur i një këngë për fëmijë që luej diku në shtëpi. Dhe pastaj një zë gruaje i butë që këndonte bashkë me melodin. Artani shtyu derën dhe hyri. Dhoma e ndenjes, që e mbante mend të mbuluar me pluhur dhe mobilje të mbrojtura me çarçaf, ishte transformuar plotësisht. E pastër, e rregullt, me aromë të mirë. Një divan që as nuk e dinte se ekzistonte aty ishte vendosur përballë një dritareje të gjerë, me jastëk shumë ngjyrësh të rregulluar me kujdes. Një shport me lodra pushonte në një cep. Vizatim fëmijësh mbulonin një pjesë të murit, të ngjitura me shirit ngjitës. Në dy sheme, një tapet i butë ku një vajzë e vogël luante me kuba ndërtimi. Vajza ngriti syt dhe e pa.
Për një çast, mbeti e ngrirë. Pastaj, lëshoi një klithmë të mprehë. Një grua doli me vrap nga kuzhina, sytë të zgurdulluar nga frika. Ajo mbante një foshnjë në krah, I cili filloi të qante nga zhurma. Gruaja ndaloi në mes të dhomës, duke e parë Artanin sikur të kishte parë një fantazmë. Për një moment të gjatë, askush nuk tha asgjë. Vetëm të qarat e foshnjës thyenin heshtjen e tensionuar. Artani ishte I pari që foli, zëri I doli më I ashpër nga sa I kishte ndërmend. Kush je ti? Çfarë bën në shtëpinë time? Gruaja gëlltiti pështymën. Ishte e re, ndoshta në fillim të 30-tave, flokët gështenjë të lidhur bisht, rroba të thjeshta por të pastra. Sytë e saj ngjyrë kafe ishin plot frikë, por edhe vendosmëri. Ajo shtrëngoi foshnjën pas gjoksit dhe bëri një hap përpara, duke u pozicionuar mes Artanit dhe vajzës. Mund ta shpjegoj, tha ajo, zëri I dridhej por ishte I prerë. Nuk e dija se dikush e përdorte ende këtë shtëpi. Dukej e braktisur. Dukej e braktisur? Artani ndjeu indinjatën t'i ngjitej në fy. Kjo nuk të jep të drejtën të pushtosh pronën e huaj. A je e vetëdijshme se mund të thëras policin tani? Gruaja u zbe. Vajza pas saj filloi të qante me zë të ulët. Të lutem, u përgjërua gruaja, zëri ju thye. Të lutem, mos e bëj këtë. Do të iki. Premtoj se do të iki. Vetëm më jep pak kohë të mbledh gjërat tona. Artani kryqëzoi krahët duke u përpjekur të mbante qëndrimin e prerë pavarësisht shtrëngimit në gjoks kur pa lotët e fëmijës. Dhe ku mendon të shkosh? Gruaja uli syt. Do t'ja dal disi. Gjithmonë ja dal. Artani pshertiu. Nuk kishte ardhur aty për t'u marrë me situata të komplikuara. Kishte ardhur për të pushuar, për të shëruar, për të gjetur paqe. Por duke parë atë sken, gruan e dëshpëruar që mbante foshnjën, vajzën e friksuar në dy sheme, diçka brenda tij filloi të zbutet. Sa kohë ke këtu? Pyeti ai, duke e zbutur pak tonin. 3 muaj, pranoi ajo, zëri pothuajse një pëshpërim. 3 muaj. Artani kaloi dorën nëpër fytyrë, I raskapitur. Duhej të ishte I tërbuar. Duhej të thërriste policin në atë moment. Por, në vend të kësaj, ndjeu një kuriozitet të çuditshëm të rritej brenda tij. Pse këtu? Pse në shtëpinë time? Gruaja hezitoi. Pastaj, me një pshertim të thellë, filloi të tregonte historinë e saj. Foli për burrin që e kishte humbur në një aksident pune një vit më parë. Foli për qiran që nuk mundi ta paguante më vetëm. Foli për dëbimin, për endjen pa drejtim me 2 fëmijë të vegjël, për turpin për të kërkuar ndihmë nga familjarët që tashmë kishin parë. Foli se si e gjeti atë shtëpi, me sa duket të braktisur, dhe se si pa në të një mundësi për t'u dhënë një çati fëmijëve të saj ndërsa kërkonte një zgjidhje. Unë nuk jam kriminele, tha ajo, zëri I prerë përsëri. Kujdesem mirë për gjithçka. Kam pastruar, rregulluar, lyer. Madje kam mbjell një kopsht perimesh në oborin e pasmëm. Nuk kam dëmtuar asgjë. Vetëm më duhej një vend për të qëndruar ndërsa kërkoja punë dhe kurseja mjaftueshëm për të filluar nga e para. Artani shikoi përreth. Në të vërtetë, shtëpia ishte pa të meta. Më mirë se kur më parë. Ai shikoi përsëri gruan, foshnjën që tani flinte në krahët e saj, vajzën që e vëzhgonte me sy të mëdhenj e të frikësuar. Si e ke emrin? Pyeti ai. Marina. Marina Doda. Dhe këto janë vajzat e mia, Jona dhe Mikel. Artani. Ndjeu diçka të lëvizte brenda tij, diçka që nuk e kishte ndier prej shumë kohësh. Dhe mshuri, ndoshta. Ose thjesht ndërgjegjësimi se, sado që kjo ishte një pushtim, ajo grua po bënte më të mirën që mundej në rrethana të vështira. Duhet të thëras policin, tha ai, por fjalia nuk tingëlloi si kërcënim. Tingëlloi si konstatim. Ti ke pushtuar pronën time, Marina. E di, pëshpëriti ajo, lotët I rridhnin nëpër fytyrë. E di dhe kërkoj ndjes. Më duhej vetëm një vend. Vetëm për pak kohë. Artani mbylli syt. Kishte ardhur aty për të pushuar, për t'u larguar nga problemet. Dhe tani ishte përballë problemit të dikujt tjetër, një problem shumë më I madh dhe më urgjent se I tij. 10 ditë, tha ai papritur, duke befasuar veten. Marina zgurdulloi syt. Çfarë? 10 ditë.
Mund të qëndrosh 10 ditë. Kohë e mjaftueshme që të gjesh një vend për të shkuar, të rregullosh gjërat e tua me qetësi, pa dëshpërim. Por me një kusht. Çdo gjë, tha Marina shpejt. Çdo gjë që të kërkosh. Edhe unë do të qëndroj këtu gjatë këtyre 10 ditëve. Heshtja mbushi përsëri dhomën. Marina e shikoi me një përzierje habie dhe konfuzioni. Pse? Pyeti ajo. Sepse kjo është shtëpia ime, u përgjigj Artani me zë të prerë. Dhe sepse duhet të sigurohem që ti vërtet do të ikësh kur të mbaroj afati. Ishte gënjeshtër. Ose të paktën, nuk ishte e gjithë e vërteta. E vërteta ishte se Artani nuk e dinte pse e kishte bërë atë propozim. Ndoshta ishte për të siguruar një farë kontrolli mbi situatën. Ndoshta ishte sepse, thellë, nuk donte thjesht ta dëbonte atë familje pa u siguruar të paktën se do të ishin mirë. Ose ndoshta ishte sepse, për herë të parë pas shumë kohësh, ai nuk donte të ishte plotësisht vetëm. Marina ra dakord me një tundje koke. Në rregull. 10 ditë. Dhe pastaj do të iki. Premtoi. Artani tundi kokën. Mirë. Tani më trego ku po flini. Do të më duhet edhe mua një dhomë. Marina e çoi nëpër korridor drejt dhomave. Ajo dhe fëmijët ishin në dhomën kryesore, më e madhe e shtëpisë. Artani ndjeu një therrje irritimi kur pa gjërat e tij të shtyra në një cep, por nuk tha asgjë. Mori vetëm gjërat e nevojshme dhe u vendos në dhomën më të vogël, në fund të shtëpisë. Atë natë të parë, tensioni ishte i prekshëm. Artani darkoi vetëm në verandë, ndërsa Marina ushqente fëmijët në kuzhinë. Ajo u përpoq t'i ofronte ushqim, por Artani refuzoi me mirësjellje, duke thënë se tashmë kishte ngrënë. Nuk ishte e vërtetë. Ai thjesht nuk donte të krijonte një ndjenjë të re me bashkëjetese familjare. Kjo ishte e përkohshme. 10 ditë dhe mbaroi. Por ndërsa ishte ulur aty duke dëgjuar zhurmat që vinin nga kuzhina, të qeshurat e Jonës, zhurmën e pjatave që laheshin, pëshpërimën e butë të Marinës që këndonte një ninull për Mikelin. Artani e gjeti veten duke menduar se sa kohë kishte kaluar që kur kishte dëgjuar tinguj të tillë. Tinguj jete, shtëpie, familjeje. Ai i largoi këto mendime shpejt. Nuk mund t'ia lejonte vetes të zbutet. Kjo ishte një situatë e përkohshme, një zgjidhje praktike për një problem të papritur. Asgjë më shumë. Por ndërsa shikonte yjet në qiellin e errët të petrelës, Artani nuk mund ta shpërfillte shtrëngimin e çuditshëm në gjoks. Një ndjenjë që nuk mund ta emërtonte, por që dukej se po rritej me çdo minutë që kalonte në atë shtëpi që, për herë të parë pas vitesh, nuk ndiej bosh. Ditët e para ishin të çuditshme. Artani zgjoi herët para se të lindte dielli dhe dilte për të ecur nëpër rrethinat. Kthehej për të gjetur shtëpinë tashmë në lëvizje, me Marinën që përgatiste mëngjesin, Jonën që luante në kopsh dhe Mikelin që zvarritej nëpër dhomë. Ai pinte kafen e tij vetëm në heshtje, ndërsa Marina kujdesej për fëmijët në kuzhinë. Bashkëjetesa shënohej nga një distancë e kujdesshme. Marina bënte çmos të mos e shqetësonte Artanin. Ajo i mbante fëmijët të qetë kur ai ishte afër, pastronte dhomat që ai përdorte në heshtje, përgatiste ushqime që i linte gati në kuzhinë pa pritur që ai t'u bashkohej. Artani, nga ana e tij, përpiqej t'i shpërfillte sa më shumë të ishte e mundur. Qëndronte në dhomë duke lexuar ose në verandë duke punuar në laptopin e tij kur nevoja për të kontrolluar emailet bëhej shumë urgjente. Por ishte e pamundur t'i shpërfillje plotësisht. Shtëpia ishte e vogël dhe tingujt e jetës së përditshme pushtonin çdo cep. Jona kishte një të qeshur ngjitse që kumbonte nëpër kopsh. Mikeli qante natën dhe Artani dëgjonte Marinën që këndonte me zë të ulët për ta qetësuar. Era e gjellës së shtëpisë përshkonte shtëpinë vazhdimisht. Keke, buk, gjellëra. Marina gatuante me një kujdes dhe përkushtim që Artani nuk e kishte parë prej vitesh. Në ditën e tretë, diçka ndryshoi. Artani ishte në verandë kur Jona u shfaq me një vizatim në duar. Ajo ndaloi te dera, hezituese, duke e parë me ata sy të mëdhenj e kureshtar. Përshëndetje, tha ajo me ndrojtje. Artani ngriti syt nga laptopi. Përshëndetje. Jona kafshoi buzën, sikur po mblidhte guxim. Të pëlqejnë vizatimet? Artani nuk dinte ç'të përgjigjej. Nuk kishte përvojë me fëmijët. Nuk dinte si të fliste me ta, si të sillej.
por kishte diçka në shprehjen shpresëdhënëse të Jonës që e pengoi ta largonte thjesht. Varet nga vizatimi, tha ai, duke u përpjekur të tingëllonte më pak i ashpër. Jona buzëqeshi dhe vrapoi drejt tij, duke i zgjatur letrën. Ishte një vizatim i thjesht, i bërë me lapsa me ngjyra. Një shtëpi, një diell i verdh, lule në kopsht. Dhe 4 figura njerëzish përpara shtëpisë. Jemi ne, shpjegoi Jona, duke treguar me gisht çdo figurë. Kjo jam unë, ky është Mikeli i vogël, kjo është mami, dhe ky je ti. Artani shikoi vizatimin, duke ndjerë diçka të çuditshme t'i shtrëngonte gjoksin. Unë? Po. Edhe ti jeton këtu tani, apo jo? Para se Artani të mund të përgjigjej, Marina u shfaq te dera, fytyra e skuqur nga sikleti. Jona, mos e bezdis zotërin. Eja këtu. Nuk po më bezdis, e dëgjoj veten të thoshte Artani, duke befasuar veten. Vizatimi është i bukur, Jona. Vajza buzëqeshi gjerësisht dhe doli me vrap. Marina mbeti aty, pa ditur ç'të thoshte. Më fal, përshpëriti ajo. Përpiqem t'i mbaj larg, por Jona është shumë kureshtare. Nuk ka nevojë të kërkosh falje, tha Artani, dhe për herë të parë që kur kishte ardhur, toni i tij nuk tingëlloi i largët apo i ftohtë. Është fëmijë. Fëmijët janë kureshtar. Marina tundi kokën, ende hezituese. Nëse ke nevojë për diçka, çfarëdo qoftë, vetëm thuaje. Faleminderit, tha Artani, duke ju kthyer laptopit. Por pasi Marina iku, ai shikoi përsëri vizatimin që Jona kishte lënë mbi tavolinë. 4 figura. Një familje. Nuk e dinte pse kjo e prekte kaq shumë, por e prekte. Atë natë, për herë të parë, Artani pranoi të darkonte me ta. Ishte një darkë e heshtur, e ndërprer vetëm nga komentet spontane të Jonës dhe zhurma e Mikelit që i binte lugës në karrigen e tij. Marina hëngri shpejt, duke u ngritur disa herë për të plotësuar nevojat e fëmijëve. Artani vëzhgoi gjithçka në heshtje, duke vënë re për herë të parë raskapitjen në sytë e saj, mënyrën se si supet e saj dukeshin sikur mbanin një peshk të padukshme. Në ditën e 4, Artani u zgjua me zhurmën e dikujt që qante. Doli nga dhoma dhe gjeti Marinën ulur në kuzhinë, fytyrën të fshehur në duar, supet i dridheshin. Ai ndaloi te dera, pa ditur nëse duhej të hynte apo të kthehej në mënyrë diskrete. Marina? E thiri me zë të ulët. Ajo ngriti kokën shpejt, duke fshirë lotët me kurrizin e dorës. Më fal, nuk doja të zgjoja. Çfarë ndodhi? Marina tundi kokën. Asgjë. Thjesht po mendoja. Kanë kaluar 4 ditë. Kam vetëm 6 të tjera për të gjetur një vend. Dhe nuk po ja dal. Të gjitha vendet që kërkoj janë shumë të shtrenjta, ose nuk pranojnë fëmijë, ose kërkojnë paradhënie që unë nuk e kam. Artani tërhoqi një karrige dhe u ul në tavolinë. Ke familje? Miq që mund të ndihmojnë? Kam një motër në Durrës, por edhe ajo është në vështirësi. Jeton në një apartament të vogël me burrin dhe 3 fëmijë. Nuk mund t'i kërkoj të më pres. Prindërit më kanë vdekur kur isha e re. Dhe miqt, Marina pshertiu. Njerëzit kanë jetët e tyre, problemet e tyre. Nuk mund të vazhdoj të kërkoj ndihmë për gjithmonë. Artani qëndroi në heshtje për një moment. Pastaj u ngrit, shkoi te frigoriferi dhe u kthye me 2 gota ujë. I ofroi njërin Marinës. Pije këtë. Dhe mos kërko më falje që je në vështirësi. Nuk është turp të kërkosh ndihmë kur ke nevojë. Marina mori gotën, e habitur. Faleminderit. Ata qëndruan aty ulur në heshtje për disa minuta. Nuk ishte një heshtje e pakëndshme. Ishte pothuajse ngushëlluese. A je e mirë në atë që bën? Pyeti Artani papritur. Në profesionin tënd, dua të them. Marina puliti syt, e hutuar nga ndryshimi i temës. Isha asistente administrative në një kompani të vogël. Nuk ishte diçka e madhe, por isha e mirë, po. E organizuar, e përpikt, e përkushtuar. Por pasi burri im pati aksidentin, më duhej të mungoja shumë për t'u kujdesur për gjithçka, spitalin, letrat, fëmijët. Përfundova duke e humbur punën. Artani tundi kokën mendueshëm. Dhe do të ishe e gatshme të punoje përsëri? Nëse do të shfaqej një mundësi? Sigurisht.
Çdo gjë të ndershme e pranoi. Artani nuk tha më asgjë atë natë. Por ndërsa kthehej në dhomë, mendja e tij tashmë po punonte për mundësi. Në ditën e 5 ndodhi diçka e papritur. Artani ishte në verandë kur një burr i moshuar u shfaq te porta, duke mbajtur 2 qese pazari. Ai kishte flokë të bardhë, një buzëqeshje të gjerë dhe sy që shkëlqenin nga kurioziteti. Mirëmëngjes. Bërtiti burri duke tundur dorën. Solla ca gjëra këtu për ju. Artani u ngrit i hutuar. Më falni, por kush jeni ju? Burri qeshi. Gjatasi nga dyqani i lagjes aty poshtë. E njoh Marinën prej rreth 2 muajsh. Ajo gjithmonë kalon aty për të blerë gjërat bazike. Sot solla ca perime të freskëta, ca vezë fshati. Gruaja duhet të ushqehet mirë, sidomos me 2 fëmijë për t'u kujdesur. Marina u shfaq te dera, fytyra e kuqe nga sikleti. Gjatasi, nuk duhej. Sigurisht që duhej. Tha plaku me gëzim, duke ngjitur shkallët dhe duke ia dhënë qeset asaj. Dhe kush është ky djali këtu? Më në fund u shfaq burri, Artani ndjeu gjakun t'i hipte në fytyrë. Jo, unë jam pronari i shtëpisë. Marina është këtu përkohësisht. Gjatasi i puliti syrin. Kuptova. Përkohësisht. Sigurisht. Dhe për sa kohë do të zgjas kjo përkohësisht? 10 ditë, u përgjigj Artani prerazi. Ajo do të ikë pas 6 ditësh. Plaku shikoi nga njëri te tjetri, një buzëqeshje dinake në fytyrë. 6 ditë. Në rregull. Sidoqoftë, kujdesuni mirë për njëri tjetrin. Dhe ti, djalosh, mos e lër këtë grua të punoj vetëm. Një familje duhet t'i ndaj detyrat. Ne nuk jemi një familje, filloi Artani, por Gjatasi tashmë po zbriste shkallët, duke tundur dorën me gëzim. Shihemi. Kthehem ndonjë ditë tjetër. Marina dhe Artani mbetën aty, duke parë plakun të largohej nëpër rrugën e pasfaltuar. Marina ishte e para që theu heshtjen. Më fal për këtë. Ai është shumë dashamirës, por ndonjëherë e tepron. Artani ngriti supet. Nuk ka problem. Duket se të pëlqen. Ai më ndihmoi kur erdha këtu. Nuk bënte shumë pyetje, gjithmonë mi linte gjërat më lirë. Është njeri i mirë. Artani tundi kokën, duke u kthyer në verandë. Por ndërsa ul përsëri, fjalët e Gjatasit i kumbonin në mendje. Një familje. Kujdesuni mirë për njëri tjetrin. Ai i largoi këto mendime shpejt. Kjo nuk ishte një familje. Ishte thjesht një situatë e përkohshme. Por kur Jona u shfaq më vonë atë pasdite, duke e pyetur nëse donte të luanin kapu në kopsht, Artani e gjeti veten duke thënë po. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ai qeshi. Vrapoi nëpër kopsht pas vajzës, duke dëgjuar klithmat e saj të gëzimit, duke ndier diellin në fytyrë dhe erën në flokë. Marina vëzhgonte nga dritarja e kuzhinës, një buzëqeshje e butë në fytyrë. Atë natë, darka ishte ndryshe. Artani tregoi histori për udhëtimet e tij të biznesit, duke i përshtatur që Jona të mund t'i kuptonte. Foli për ndërtesa të larta, avion, mbledhje në qytete të ndryshme. Jona dëgjonte e magjepsur, duke bërë 1000 pyetje. Marina qeshte me vërejtjet naive të së bijes, dhe madje edhe Artani e gjeti veten duke buzëqeshur më shumë se sa kishte buzëqeshur prej vitesh. Pasi fëmijët shkuan për të fjetur, Artani dhe Marina qëndruan në dhomën e ndenjes duke pirë çaj. Për herë të parë, biseduan vërtet. Marina tregoi për fëmijërinë e saj të thjeshtë në fshat, se si e njohu burrin e saj, për ëndrat që kishin për të ndërtuar një jetë së bashku. Artani foli për kompaninë e tij, për sakrificat që bëri për të arritur aty ku ishte, për vetminë që shoqëronte suksesin. Ke familje? Pyeti Marina butësisht. Kam prindër, por u larguam me kalimin e viteve. Ata donin që unë të ndiqja një rrugë tjetër, më tradicionale. Mjek, avokat, gjëra të tilla. Kur vendosa të bëhesha sipërmarrës, ata nuk e miratuan. Ndaluam së foluri aq shpesh. Dhe tani mendoj se ka kaluar shumë kohë. U bë shumë e çuditshme të përpiqesha të rilidhesha. Asnjëherë nuk është vonë për të provuar, tha Marina me butësi. Familja është e rëndësishme. Edhe me të gjitha të metat, me të gjitha dallimet.
Artani e shikoi sinqeritetin në sytë e saj, forcën që buronte nga ajo grua që kishte kaluar kaq shumë dhe ende mund të fliste për shpresë dhe falje. Ndoshta, tha ai me zë të ulët. Ndoshta ke të drejtë. Ata qëndruan aty për pak kohë më gjatë, duke biseduar për gjëra të vogla, për jetën, për ëndrat dhe frikërat. Dhe kur më në fund u ndan për të fjetur, Artani kuptoi se, për herë të parë që kur kishte ardhur, nuk ndihej vetëm. Në ditën e 6, Artani u zgjua me një vendim tashmë të formuar në mendjen e tij. Gjeti Marinën në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin. Marina, duhet të flas me ty. Ajo u kthye, shqetësimi i menjëhershëm në fytyrë. Ka ndodhur diçka? Jo. Thjesht doja të thoja se nuk ke nevojë të ikësh pas 4 ditësh. Marina puliti sytë e hutuar. Si kështu? Po mendoja. Kjo shtëpi qëndron bosh pjesën më të madhe të kohës. Unë kthehem në Tiranë shumicën e muajve. Nuk ka kuptim të largohesh nga këtu pa pasur ku të shkosh. Mund të qëndrosh. Të paktën derisa të stabilizohesh, derisa të gjesh një punë, të kursesh mjaftueshëm për të marrë me qira një vend tëndin. Marina e shikoi, lotët i mbusheshin në sy. Po flet seriozisht? Po. Por me një kusht. Ti. Kujdesesh për shtëpinë. Mban gjithçka të rregullt, të pastër. Kur unë të vi këtu, qoftë sporadikisht apo për periudha më të gjata si tani, shtëpia do të jetë gati. Është një marrëveshje e drejtë. Marina mbuloi fytyrën me duar, supet i dridheshin. Artani, pa menduar shumë, bëri një hap përpara dhe i preku supin butësisht. Hej, gjithçka është në rregull. Ti e meriton këtë shans. Ti dhe vajzat e tua meritoni stabilitet. Marina e shikoi, fytyra e njomur nga lotët por e ndriçuar nga një buzëqeshje e sinqertë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Nuk di si të falenderoj. Nuk ke nevojë të falenderosh. Vetëm kujdesu mirë për gjithçka. Dhe për veten tuaj. Marina tundi kokën me forcë. Premtoj. Betohem se do të kujdesem për gjithçka. Nuk do të pendohesh. Dhe në atë moment, duke parë mirënjohjen e stampuar në fytyrën e saj, duke dëgjuar të qeshurat e Jonës që luante në kopsht, duke ndier erën e kafes së freskët dhe bukës së shtëpisë, Artani e dinte se nuk do të pendohej. Diçka kishte ndryshuar brenda tij në këto 6 ditë. Diçka që nuk mund ta emërtonte plotësisht, por që ndihej e drejtë. Ndihej si një fillim. Si një shans i dytë. Jo vetëm për Marinën dhe vajzat e saj, por edhe për të. Kapitulli 2. Javët që pasuan sollën një rutinë të re për atë shtëpi që më parë jetonte në heshtje. Artani zbuloi se ideja e tij për paqe dhe qetësi absolute ishte shndërruar në diçka tjetër, diçka që nuk e priste, por që çuditërisht nuk e shqetësonte aq sa kishte imagjinuar. Jona kishte zakon të zgjohej herët dhe hapat e saj të shpejt nëpër korridor ishin zakonisht tingulli i parë që Artani dëgjonte në mëngjes. Ajo gjithmonë ndalonte te dera e dhomës së tij, duke përgjuar nga e çara, sikur po kontrollonte nëse ai ishte ende aty. Në ditët e para pas vendimit të tij për ta lënë Marinën të qëndronte, ai bënte sikur flinte, pa ditur si të përballej me atë vëmendje fëminore. Por përfundimisht filloi t'i bënte me dorë dhe Jona përgjigjej me një buzëqeshje të madhe para se të largohej me vrap. Marina e mbante fjalën. Shtëpia ishte gjithmonë pa të meta, ushqimi gjithmonë gati, rrobat gjithmonë të lara dhe të hekurosura. Por më shumë se kaq, ajo solli jetë në atë vend. Mbolli më shumë lule, rregulloi një garth të thyrë në oborrin e pasëm, lyu derën e përparme me një ngjyrë më të gëzueshme. Artani vëzhgonte gjithçka me një përzierje admirimi dhe konfuzioni. Ai nuk ishte mësuar të shihte dikë të jepte kaq shumë për diçka që as nuk ishte e saja. Nuk ke nevojë t'i bësh të gjitha këto, i tha një mëngjes, duke e gjetur në kopsht, duart e pista me dhe ndërsa mbillte fidan domatesh. Marrëveshja ishte vetëm të mbaje shtëpinë të pastër. Marina e shikoi, fytyra e djersitur por e lumtur. E di. Por më pëlqen ta bëj. Më bën të ndihem e dobishme. Dhe për më tepër, kjo shtëpi meriton të kujdesesh për të. Është e bukur. Artani u ul në stolin prej druri aty pranë, duke e vëzhguar teksa punonte. Vërtet të pëlqen kjo, apo jo? Të kujdesesh për gjërat. Gjithmonë më ka pëlqyer. Nëna ime kishte një kopsht të madh kur isha fëmijë.
Kalonim orë të tëra aty duke mbjell, vjelur, biseduar. Ishin momente të mira. Marina ndaloi një buzëqeshje e trisht në fytyrë. Pasi ajo iku, premtova se do të kisha gjithmonë një kopsht, pavarësisht se ku do të isha. Po baba yt? Ai na la kur isha 7 vjeç. Nëna ime na rriti mua dhe motrën time vetëm. Ishte e vështirë, por ajo gjithmonë thoshte se për sa kohë të kishim njëra tjetrën dhe një vend për ta quajtur shtëpi, do të ishim mirë. Artani tundi kokën, mendueshëm. Ishte e mençur. Ishte. Marina ju kthye mbjelljes së fidanëve, por Artani mund ta shihte emocionin e përmbajtur në lëvizjet e saj. Ndonjëherë ndjej se kam dështuar me të. Duhej t'i kisha mbajtur gjërat më mirë pasi humba burrin tim. Duhej të isha më e fortë. Ti e personi më i fortë që njoh, tha Artani, duke befasuar veten me sinqeritetin në zërin e tij. Ti more një situatë të pamundur dhe gjete një rrugdalje. Po rrit 2 fëmijë vetëm, duke ruajtur shpresën, duke punuar fort çdo ditë. Ky nuk është dështim. Kjo është forcë e pastër. Marina e shikoi, syt I shkëlqenin nga lotët e paderdhur. Faleminderit. Nuk e di sa shumë do të thotë ta dëgjosh këtë. Ata qëndruan aty në heshtje të rehatshme për disa minuta të tjera, derisa Jona u shfaq me vrap, duke bërtitur se Mikeli kishte hedhur hapat e parë vetëm. Marina la gjithçka dhe vrapoi brenda, dhe Artani e gjeti veten duke vrapuar pas saj, I etur për të dëshmuar atë moment. Ndërsa ditët shndërroheshin në javë, Artani kuptoi se po e shtynte kthimin e tij në Tiranë. I thoshte vetes se ishte sepse I duhej më shumë kohë për të shëruar plotësisht, se mjekët I kishin rekomanduar pushim të zgjatur. Por thellë e dinte se e vërteta ishte tjetër. Ai nuk donte të largohej. Nuk donte të kthehej në vetminë e apartamentit të tij në qytet, në ditët boshe të ndërprera vetëm nga puna dhe më shumë punë. Këtu, në atë shtëpi të thjeshtë në Petrel, ai kishte gjetur diçka që nuk e dinte se po e kërkonte. Qëllim. Lidhje. Familje. Gjatasi u bë një prani e vazhdueshme. Shfaqej 2 ose 3 herë në javë, gjithmonë duke sjellë diçka, fruta të freskëta, ëmbëlsira shtëpie, lajme nga fshati. Ai qartësisht besonte se Artani dhe Marina ishin një çift, dhe asgjë që ata thoshin nuk e binte për të kundërtën. Ju të dy shkoni shumë, tha një pasdite, ndërsa pinte kafe në verandë. Më besoni mua, kam sy për këto gjëra. 50 vjet martesë më kanë mësuar të njoh kur 2 njerëz janë bërë për njëri tjetrin. Gjatasi u përpoq Artani të shpjegonte edhe një herë. Ne nuk jemi një çift. Marina thjesht jeton këtu përkohësisht. Plaku qeshi. Përkohësisht. E kam dëgjuar këtë më parë. Edhe gruaja ime erdhi të jetonte me mua përkohësisht kur ishte e re. Ishte përkohësisht për më shumë se 50 vjet. Marina, që ishte në kuzhinë, u shfaq me më shumë kafe. Gjatasi, ju nuk hiqni dorë, apo jo? Kur? Dhe do të më falenderoni kur të kuptoni se kam të drejtë. Ndonjëherë njerëzit kanë nevojë për një shtys të vogël për të parë atë që është pikërisht para tyre. Artani shkëmbeu një vështrim me Marinën dhe të dy qeshën me kokfortësinë e plakut. Por pasi Gjatasi iku, mbeti një heshtje e çuditshme mes tyre. Sikur ato fjalë të kishin mbjellë një farë të diçkaje që asnjëri prej tyre nuk ishte gati ta pranonte. Në muajin pasues, bashkëjetesa u thellua. Artani filloi të ndihmonte më shumë me fëmijët. Luante me Jonën në kopsht, e mësonte të identifikonte lloje të ndryshme lulesh dhe zogjsh. Mbante Mikelin në krah ndërsa Marina përgatiste darkën, duke I bërë mimika foshnjës që përgjigjej me të qeshura. Pastronte shtëpinë në fundjavë, duke këmbëngulur që Marina të pushonte. Zbuloi se I pëlqente të rregullonte gjëra, të përdorte duart për diçka praktike dhe të prekshme, ndryshe nga puna abstrakte me numra dhe tabela që zinte jetën e tij profesionale. Marina, nga ana e saj, mësoi të kuptonte heshtjet e Artanit. E dinte kur ai ishte I shqetësuar për diçka, edhe pse nuk e thoshte. I përgatiste çajin e tij të preferuar pa ja kërkuar, e linte vetëm kur kuptonte se I duhej hapësirë, por gjithashtu e tërhiqte në biseda kur shihte se po zhytej në mendime të zymta. Ata zhvilluan një ritëm, një valle delikate pranie dhe mungese, kujdesi të ndërsjellë të maskuar si prakticitet. Dhe megjithse asnjëri prej tyre nuk e pranonte me zë të lartë, të dy filluan të kuptonin se kjo po shndërrohej në diçka më shumë se një marrëveshje e thjeshtë banimi.
Ishte në një natë me shi të fortë që gjithçka ndryshoi përfundimisht. Marina po përpiqej të mbyllte një dritare që këmbëngulte të qëndronte e hapur dhe përfundoi duke përdredhur kyçin e këmbës kur u ngjit në një karrige për të arritur shulin e sipërm. Ajo ra me një klithmë dhimbjeje dhe Artani vrapoi për ta ndihmuar. Mos u përpiq të ngrihesh, tha ai, duke e mbajtur me kujdes. Mund ta kesh lënduar seriozisht. Jam mirë, u përpoq të argumentonte Marina, por fytyra e saj ishte e zbek nga dhimbja. Është vetëm një ndrydhje. Do të kaloj. Artani e ndihmoi të ulej në divan dhe i ekzaminoi kyçin e këmbës. Po njëtej me shpejtësi. Duhet ta mbash këtë lart dhe me akull. Dhe asnjë ecje për disa ditë. Po fëmijët, darka, shtëpia, unë kujdesem për gjithçka, e ndërpreu Artani prerazi. Ti do të pushosh. Pa diskutim. Në ditët që pasuan, Artani zbuloi kuptimin e vërtet të raskapitjes. Të kujdeseshe për 2 fëmijë të vegjël, të mbaje shtëpinë të pastër, të përgatisje ushqime, të laje rroba, të ndërroje pelena, të qetësoje të qarat e natës, të gjitha këto ndërsa përpiqeshe të siguroheshe që Marina të ishte rehat dhe të shërohej. Ai nuk flinte më shumë se 4 orë në natë dhe prapse zgjohej me Mikelin që qante ose Jonën që shihte ëndra të këqija. Marina vëzhgonte gjithçka nga posti i saj në divan, duke u ndier e padobishme dhe fajtore. Artan, nuk ke nevojë t'i bësh të gjitha këto. Mund të paktën të ndihmoj me disa gjëra. Ti duhet të shërohesh, përgjigjej ai gjithmonë, duke kaluar në përdhom me Mikelin në krah ose duke mbajtur një pirg rrobash për të larë. Qetësohu. Ja dal unë. Por Marina shihte raskapitjen që rritej në fytyrën e tij, shihte rrathët e zinj që thelloheshin, shihte supet që bëheshin më të tensionuara çdo ditë. Dhe ndjente zemrën t'i shtrëngohej. Jo vetëm nga faji, por nga diçka më e thellë, diçka që ajo ishte përpjekur ta shpërfillte prej javësh. Në ditën e 4 pas ndrydhjes, Marina arriti ta binte Artanin të ulej me të për disa minuta ndërsa fëmijët flinin. Ai u rrëzua në divan pranë saj me një pëshertim të raskapitur. E kisha harruar sa e lodhshme është, pranoi ai, duke mbyllur sytë. Po bën një punë të jashtëzakonshme, tha Marina butësisht. Faleminderit për gjithçka. Artani hapi sytë dhe e shikoi. Nuk ke nevojë të falënderosh. Ti e bën këtë çdo ditë. Tani e kuptoj pse je gjithmonë kaq e lodhur në fund të ditës. Është shumë për një person të vetëm, ra dakord Marina. Por mëson të përballesh. Zhvillon një rutinë, mëson shkurtore, pranon se jo gjithçka do të jetë perfekte. Ti e bën të duket e lehtë. Nuk është e lehtë. Por ja vlen. Ata ja vlejnë. Artani shikoi drejt korridorit ku flinin fëmijët. Po. Ja vlejnë. Ata qëndruan aty ulur në heshtje, trupat afër por pa u prekur, derisa Artanin e zuri gjumi, koka i ra ngadalë mbi supin e Marinës. Ajo mbeti e palvizur, me frikën se mos e zgjonte, duke ndier peshën e tij kundër saj, duke dëgjuar frymëmarrjen e tij të thellohej. Dhe për herë të parë, ja lejoi vetes të pranonte, vetëm për vete, se po binte në dashuri me atë burr. Kur kyçi i këmbës së Marinës më në fund u përmirësua, dinamika mes tyre kishte ndryshuar përfundimisht. Tani punonin në ekip. Artani mori përsipër disa detyra për gjithmonë, duke këmbëngulur se nuk kishte kuptim që ajo t'i bënte të gjitha vetëm. Ata gatuanin së bashku, pastronin së bashku, kujdeseshin për fëmijët së bashku. Dhe në një moment ndaluan së bëri sikur kjo ishte vetëm një marrëveshje praktike. Jona filloi ta thërriste Artanin ndaj Atani, një nofk e dashur që e shpiku vetë. Ai u përpoq ta korrigjonte në fillim, por vajza këmbënguli dhe përfundimisht ai hoqi dorë. Dhe fsheu razi, i pëlqeu. I pëlqeu të kishte një rol të përcaktuar në atë familje të vogël, edhe pse nuk ishte roli tradicional. Ushqimet u bën momente gëzimi të vërtetë. Jona tregonte histori të pabesueshme për lojrat e saj në kopsht. Mikeli përpiqej të kopjonte fjalët që dëgjonte, duke krijuar versione qesharake dhe të pakuptueshme që i bënin të gjithë të qeshnin. Artani ndante kujtime nga fëmijëria e tij që prej vitesh nuk i kishte rishikuar. Marina fliste për ëndrat e saj për të ardhmen, për atë që donte të ndërtonte për vajzat e saj. Ishte gjatë një prej këtyre darkave që Marina përmendi kërkimin e saj për punë. Dërgova disa savë këtë javë. Për kompani në Petrel dhe në qytetet fqinje.
Pozicione administrative, kryesisht. Artani ndjeu diçka t'i shtrëngojë në gjoks. Kjo është e shkëlqyer. Ti e meriton një mundësi. Po. Duhet të stabilizohem financiarisht. Nuk mund të qëndroj duke u varur nga bujaria jote për gjithmonë. Ti nuk po varen. Ti punon këtu. Mban gjithçka në funksionim. Por nuk është një punë e vërtet, Artan. Nuk ka pagë, nuk ka lidhje, nuk ka siguri. Më duhet diçka më solide. Artani donte të argumentonte, donte të thoshte se ajo mund të qëndronte aty për sa kohë të donte, se ai do të garantonte që kur të mos mungonte asgjë. Por e dinte se nuk ishte kjo që Marina kishte nevojë të dëgjonte. Ajo kishte nevojë për autonomi, për dinjitet, për të ndërtuar diçka vetë. E kuptoj, tha ai më në fund. Dhe kur ta marrësh atë punë, do të festojmë. Marina buzëqeshi, por kishte një trishtim në sytë e saj që u përpoq ta fshite. Do ta bëjmë. Atë natë, i shtrirë në dhomën e tij, Artani nuk mund të flinte. Ideja që Marina të gjente një punë duhej ta bënte të lumtur. Do të thoshte se ajo po shërohej, po stabilizohej, po arrinte qëllimet e saj. Por gjithçka që ai mund të ndjente ishte një therje paniku përpara mundësisë për ta humbur atë. Për të humbur fëmijët, për të humbur atë rutinë, për të humbur ndjenjen e shtëpisë që as nuk e dinte se i duhej derisa e gjeti. Ai po binte në dashuri. Ndoshta tashmë ishte i dashuruar prej disa kohësh dhe thjesht nuk kishte guxim ta pranonte. Por tani, në errësirën e dhomës, me zhurmën e shiut që binte mbi çati dhe jehonën e të qeshurave që ende kumbonin në kujtesën e tij, ai nuk mund ta mohonte më. Ishte i dashuruar me Marinën. Me duart e saj gjithmonë të zëna, me buzëqeshjen e saj të lodhur por të sinqertë, me forcën e saj të heshtur, me mënyrën se si ajo i donte vajzat e saj me një intensitet që e linte pa frymë. Ishte i dashuruar me jetën që ajo kishte sjellë në atë shtëpi. Me familjen që ajo kishte, pa e ditur, krijuar së bashku me të. Por çfarë mund të bënte me këtë ndjenjë? Marina ishte ende në zi, ende mbante dhimbjen e humbjes së burrit të saj. Dhe ai, që kishte kaluar gjithë jetën i fokusuar vetëm në punë dhe sukses, nuk dinte si të donte dikë vërtet, si të ndërtonte diçka përtej tabelave dhe kontratave. Përveç kësaj, kishte dallimin mes tyre. Ajo ishte një grua e thjeshtë, me nevoja praktike dhe ëndra modeste. Ai ishte një biznesmen i pasur, i mësuar me një stil jete që ajo ndoshta as nuk mund ta imagjinonte. Si mund të funksiononte kjo? Por edhe me të gjitha këto dyshime dhe frikëra, një gjë ishte e qartë. Artani nuk donte që Marina të largohej nga shtëpia. Nuk donte të kthehej në jetën që kishte më parë. Nuk donte ta humbiste atë shans për lumturi që i kishte rënë në prerë në mënyrë kaq të papritur dhe të pamundur. Ai duhej të gjente një mënyrë për t'ia thënë. Duhej të gjente guximin për të rrezikuar zemrën e tij, edhe pse e dinte se mund të refuzohej, se mund të humbiste gjithçka. Sepse për herë të parë në jetë, Artan Basha ishte i gatshëm të luftonte për diçka që nuk kishte çmim, që nuk mund të blihej apo negociohej. Diçka që mund të fitohej vetëm me të vërtetën, cenueshmërinë dhe dashurinë. Kapitulli 3. Mëngjesi filloi si çdo tjetër. Artani u zgjua herët, bëri kafe, ndihmoi Jonën të vishej ndërsa Marina ushqente me Gjim Mikelin. Rutina ishte bërë aq e natyrshme sa ai pothuajse harronte se kjo nuk ishte vërtet familja e tij, se kjo nuk ishte vërtet shtëpia e tij e përhershme. Pothuajse. Por ndërsa ishte ulur në verandë duke pirë kafe dhe duke vëzhguar Jonën që ndiqte fluturat në kopsht, Artani nuk mund të bënte më sikur. Gjërat kishin ndryshuar. Ai kishte ndryshuar. Dhe duhej të bënte diçka për këtë para se të ishte tepër vonë. Marina u shfaq me më shumë kafe, duke u ulur pranë tij në karrigen lëkundëse. Je mendueshëm sot, vërejti ajo butësisht. Jam gjithmonë mendueshëm. Por sot është ndryshe. Mund ta shoh. Ajo e shikoi me ata sy ngjyrë kafe depërtues. Do të flasësh për këtë? Artani mori frym thellë. Donte të thoshte gjithçka që ndjente, gjithçka që kishte kuptuar në javët e fundit. Por fjalët dukej se i kishin ngecur në fyt, shumë të rënda për t'u shqiptuar. Para se të mund të përgjigjej, zhurma e një makine që afrohej nëpër rrugën e pasfaltuar theu momentin. Të dy kthyen kokën, kureshtar. Nuk prisnin vizita. Një makinë luksoze, e zezë dhe shkëlqyese, ndaloi përballë portës.
Një grua doli nga ana e shoferit, e veshur me një kostum pa të meta, këpucë me taka të larta dhe syze dielli firmato. Ajo shikoi shtëpinë me një shprehje përbuzjeje të fshehur keq. Artani ndjeu stomakun t'i fundosej. Do ta njihte atë qëndrim kudo. Valbona. Marina e shikoi, duke vënë re tensionin e menjëhershëm në supet e tij. Kush është? Ish ortakja ime. Ai u ngrit, duke u përgatitur për konfrontimin që e dinte se po vinte. Valbona Koci nuk i ngjiti shkallët e verandës. Qëndroi në kopsht, krahët e kryqëzuar, duke e ekzaminuar Artanin sikur të ishte një enigmë që nuk mund ta zgjidhte. Artan, tha ajo, zëri i ngarkuar me qortim. Më në fund të gjeta. E di sa telefonatave të mia u ke shpërfillur javët e fundit? Isha i zënë. I zënë. Valbona qeshi, por nuk kishte humor në tingull. I zënë duke luajtur shtëpiash në mes të askundit ndërsa kompania jon po shkatërohet. Kompania jon është mirë. I lash gjërat të organizuara para se të ikja. Të organizuara? Valbona hoqi syzet e diellit mbi kokë, duke zbuluar sy të gjelbër e të ftohtë. Kemi humbur 3 kontrata të rëndësishme muajin e fundit. Investitorët janë të shqetësuar. Konkurenca po përfiton nga mungesa jote për të na vjedhur klientët. Dhe ti je këtu, në një shtëpi të vjetër në fshat, duke bërë sikur asgjë nga këto nuk ka rëndësi. Artani ndjeu zemërimin të fillonte të vlonte brenda tij, por e detyroi veten të ruante qetësinë. Të paralajmërova se do të merrja pak kohë. Mjekët e rekomanduan. Mjekët rekomanduan pushim, jo pension të parakohshëm. Valbona më në fund shikoi Marinën, e cila kishte dalë në verandë, duke mbajtur Mikelin në krah. Dhe kush është kjo? Një shoqe, u përgjigj Artani shpejt. Një shoqe. Valbona ngriti një vetull. Sa e përshtatshme. Ti zhdukesh për muaj të tërë duke pretenduar probleme shëndetësore dhe je këtu duke bërë babin e fundjavës me një shoqe dhe fëmijët e saj. Artani bëri një hap përpara, zëri i doli më i ashpër. Kujdes me fjalët, Valbona. Ose çfarë? Do të më dëbosh edhe mua? Valbona qeshi hidhur. Le ta ndalojmë këtë farsë, Artan. Ti nuk i përket këtij vendi. Ti i përket qytetit, kompanisë, botës që ndërtuam së bashku. Kjo këtu, ajo bëri një gjest përbuzës drejt Marinës, nuk është gjë tjetër veç se një shpërqendrim. Një fantazi që po e përdor për t'u arratisur nga përgjegjësitë e tua. Marina bëri një hap prapa, fytyra e zbehë. Artani mund të shihte fjalët e Valbonës që e plagosnin si thika. Ai donte ta mbronte Marinën, donte t'i bërtiste Valbonës për mizorinë e saj, por ajo vazhdoi para se ai të mund të reagonte. Dëgjo, e kuptoj, tha Valbona, duke e zbutur pak tonin. Ti kalove një moment të vështirë. Stresi, shëndeti i lëkundur. Është e natyrshme të duash të arratisesh, të kërkosh diçka ndryshe, diçka të thjeshtë. Por kjo nuk është e qëndrueshme, Artan. Ti e di këtë. Një ditë realiteti do të godas dhe do të kuptosh se ke shpërdoruar gjithçka që ke ndërtuar për shkak të një iluzioni. Nuk është një iluzion, tha Artani, duke gjetur më në fund zërin e tij. Kjo këtu është më reale se çdo gjë që kam jetuar në 20 vitet e fundit. Valbona e shikoi për një moment të gjatë, pastaj psherëtiu. Po flet seriozisht. Ti vërtet e beson këtë? Po, e besoj. Atëherë nuk më lë zgjidhje tjetër. Valbona drejtoi supet duke u kthyer në qendrimin e biznesmenes së pamëshirshme. Ose kthehesh në Tiranë në 2 javët e ardhshme dhe rinis detyrat e tua në kompani, ose unë do të shes pjesën time. Dhe ti e di se çfarë do të thotë kjo. Blerësit potencial nuk do të mbajnë menaxhimin tënd. Ata do të ristrukturojnë gjithçka, do të pushojnë gjysmën e punonjësve, ndoshta edhe do të detyrojnë të largohesh plotësisht. Artani ndjeu ndikimin e fjalëve. Kompania ishte jeta e tij. Ai kishte ndërtuar çdo tull të asaj perandorie me duart e veta. Ideja për ta humbur atë, për të parë të huaj të shkatëronin gjithçka që ju deshën vite për ta krijuar, ishte pothuajse e padurueshme. Pothuajse. Sepse kur shikoi prapa dhe pa Marinën në verandë, duke mbajtur Mikelin, me Jonën tani të kapur pas këmbës së saj, diçka brenda tij u forcua. Një siguri që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. Shite pjesën tënde, tha ai me qetësi.
Valbona puliti syt, qartësisht nuk e priste atë përgjigje. Çfarë? Shite. Unë heq dorë. Nuk e dua më atë jetë. Nuk dua më presionin, vetmin, si përfaqësinë e gjithçkaje. Po vdisja ngadalë në atë botë, Valbona. Fjalë për fjalë po vdisja. Dhe këtu, në këtë vend të thjesht me këta njerëz të thjesht, unë mësova të jetoj përsëri. Je i çmendur, përshpëriti Valbona duke tundur kokën. Je plotësisht i çmendur. Ndoshta. Ose ndoshta më në fund jam bërë normal. Ai u kthye nga Marina. Më fal për këtë. Ti nuk e meritoje ti dëgjoje këto gjëra. Marina nuk u përgjigj. Thjesht hyri shpejt në shtëpi duke marrë fëmijët me vete. Artani pa shpinën e saj të tensionuar, mënyrën se si e mbajti Mikelin më fort dhe ndjeu zemrën t'i thyej. Valbona vëzhgoi gjithçka me një shprehje që përziente keqardhjen dhe kënaqësinë. Do të pendohesh, Artan. Kur kjo flusk fantazie të plas, kur ajo të kuptoj se ti nuk je burri që ajo imagjinon se je, kur realiteti financiar të godas dhe ti të zbulosh se nuk mund ta mbështesësh këtë jetë fshati pa kompanin, do të pendohesh. Dhe unë nuk do të jem aty për të shpëtuar. Nuk kam nevojë të më shpëtosh ti kur nuk kam pasur. Valbona vuri përsëri syzet e diellit duke fshehur syt. Ke 2 javë, Artan. Mendoje mirë. Vërtet mendoje nëse ja vlen të hedhësh gjithçka poshtë për këtë. Ajo u kthye në makinë dhe u largua, duke lënë një re pluhuri në rrugë. Artani qëndroi aty për një kohë të gjatë, duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur, gjithçka që kishte thënë. A kishte bërë zgjedhjen e duhur? Sapo kishte hequr dorë nga gjithçka që kishte ndërtuar në jetë. Perandoria e tij, siguria e tij financiare, identiteti i tij profesional. Por kur hyri në shtëpi dhe gjeti Marinën në kuzhinë, syt e kuq por pa lot, ai e dinte se po. Kishte bërë zgjedhjen e duhur. Marina, filloi ai. Ajo ngriti dorën duke e ndërprerë. Jo. Më lër të flas unë e para. Ajo mori frym thellë. Ajo grua kishte të drejtë. Për shumë gjëra. Unë jam një shpërqendrim. Një fantazi. Ti po e përdor këtë këtu për t'u arratisur nga jeta jote reale. Dhe unë nuk mundem, nuk do të jem arsyeja pse ti shkatëron gjithçka që ke ndërtuar. Ti nuk je një shpërqendrim, tha Artani prerazi. Ti je gjëja më reale që më ka ndodhur ndonjëherë. Artan, ti nuk më njeh vërtet. Ne njihemi vetëm prej disa muajsh. Ti po ngatëron mirënjohjen me diçka tjetër. Nuk po ngatëroj asgjë. E di saktësisht se çfarë ndjej. Marina tundi kokën, lotët më në fund i shpërthyen. Do të pendohesh. Kur risja të kaloj, kur të kuptosh se nga çfarë ke hequr dorë, do të më shikosh mua dhe vajzat e mia dhe do të shohësh vetëm një barë. Një gabim që ke bërë në një moment dobësie. Kur? Artani bëri një hap përpara. Marina, më shiko. Ajo hezitoi, por më në fund ngriti syt. Kam kaluar 20 vjet duke ndërtuar diçka që mendoja se do të më bënte të lumtur. Para, sukses, njohje. Dhe e di se çfarë arrita? Vetmi, stres dhe një udhëtim pothuajse fatal në spital. Këtu, në këto muajt e fundit, kam ndjerë më shumë lumturi, më shumë qëllim, më shumë jetë se sa kam ndjerë në gjithë atë dekadë. Për shkakun tënd. Për shkak të vajzave të tua. Për shkak të kësaj familjeje që kemi ndërtuar së bashku. Ne nuk jemi një familje, përshpëriti Marina. Ti thjesht po tregohesh i sjellshëm. Po më jep streh nga mëshira. A është mëshirë që më bën të zgjohem duke buzëqeshur çdo ditë? A është mëshirë që më bën të pres me padurim darkat, historitë e Jonës, të qeshurat e Mikelit? A është mëshirë që më bën të dua të qëndroj këtu për gjithmonë, që më bën të ëndërroj për një të ardhme pranë teje? Marina mbuloi fytyrën me duar. Mos i thuaj këto gjëra. Të lutem, mos i thuaj. Pse? Sepse edhe ti ndjen? Sepse edhe ti ke frikë? Marina nuk u përgjigj. Thjesht qau, supet i dridheshin. Artani e tërhoqi butësisht në krahët e tij dhe ajo nuk rezistoi. Qëndruan aty të përqafuar në kuzhinë me zhurmën e fëmijëve që luanin në dhomën ngjitur, ndërsa 2 zemra të frikësuara më në fund ja lejuan vetes të ndjenin. Në ditët që pasuan, Marina u bë e largët.
e sjellshme, por e largët. Ajo vazhdonte të kujdesej për shtëpinë, për fëmijët, duke ruajtur rutinën, por shmangte bisedat më të thella me Artanin. Ai respektonte hapësirën e saj, edhe pse i dhimbte ta shihte duke u larguar. Jona e vuri re tensionin. Pse mami është e trishtuar? Pyeti një pasdite, ndërsa Artani e ndihmonte të montonte një puzle në kopsht. Ajo thjesht po mendon për disa gjëra të rëndësishme, shpjegoi Artani. A është për shkak të asaj grua së keqe që erdhi këtu? Artani buzëqeshi pavarësisht trishtimit. Ajo nuk është e keqe. Thjesht ishte e shqetësuar për punën. Por ajo tha gjëra të këqija. I dëgjova. Të rriturit ndonjëherë thonë gjëra që nuk duhet kur janë të zemëruar ose të shqetësuar. Kjo nuk do të thotë se janë njerëz të këqij. Jona rudhi vetullat duke e përpunuar. Do të ikësh, Daja tani? Pyetja e goditi Artanin si një grusht. Jo. Nuk do të iki. Premton? Premtoj. Jona buzëqeshi dhe ju kthye puzleit, por Artani mbeti duke parë shtëpinë, dritaren e kuzhinës ku mund të shihte Marinën duke përgatitur darkën, dhe pyeti veten nëse do të mund ta mbante këtë premtim. Atë natë, pasi fëmijët fjetën, Artani gjeti Marinën në verandë. Ajo ishte mbështjell me një batanie, duke parë qiellin me yje. Ai u ul pranë saj në heshtje. Do të kërkoj një vend për të qëndruar, tha Marina pa pritur. Mora përgjigje nga një prej cëvëve. Është një punë e vogël, por me pak të mjaftueshme për të marrë me qira diçka modeste. Artani ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Kur? Pas 2 javësh. Është koha që më duhet për të mbledhur paratë e paradhënies. 2 javë. I njëjti afat që i kishte dhënë Valbona. Një rastësi mizore e fatit. Marina, nuk ke nevojë të largohesh. Po, kam nevojë. Ajo më në fund e shikoi, syt të vendosur pavarësisht lotëve. Kam nevojë të ndërtoj jetën time. Nuk mund të qëndroj duke u varur nga ti për gjithmonë. Dhe ti duhet të kthehesh në jetën tënde gjithashtu. Në jetën tënde reale. Jeta ime reale është këtu. Nuk është. Jeta jote është në Tiranë, në kompaninë tënde, në gjithçka që ke ndërtuar. Ti je vetëm në pauzë, Artan. Por pauzat mbarojnë. Dhe kur e jotja të mbaroj, unë nuk dua të jem arsyeja pse ti shikon prapa dhe sheh vetëm humbje dhe pendime. Artani donte të argumentonte, donte ta binte se ishte gabim. Por duke parë vendosmërinë në sytë e saj, mënyrën se si ishte mbyllur emocionalisht, ai kuptoi se fjalët nuk do të mjaftonin. Ai kishte nevojë për veprime. Duhej t'i provonte asaj se kjo nuk ishte një pauzë, nuk ishte një fantazi. Ishte reale. Ishte e përhershme. Ishte dashuri. Por ai nuk dinte si ta bënte këtë. Nuk dinte si t'i thyente barierat që Marina kishte ngritur rreth vetes. Nuk dinte si ta bënte atë të besonte se meritonte të ishte e dashur, e lumtur, të kishte një shans të dy. Gjithçka që dinte ishte se kishte 2 javë. 2 javë për të gjetur një mënyrë për t'i treguar Marinës se ata ishin bërë për njëri tjetrin. 2 javë për të provuar se dashuria nuk ishte një fantazi, por e vetmja realitet për të cilin ja vlente të luftoje. Dhe Artani ishte i vendosur të mos shpërdoronte asnjë ditë të vetme. Të nesërmen në mëngjes, Artani u zgjua me një vendosmëri të ri për të rirë. Nëse Marina kishte nevojë të shihte se ai ishte i përkushtuar, se kjo nuk ishte një fantazi kalimtare, atëherë ai duhej të vepronte. Duhej të tregonte se ishte i gatshëm të ndërtonte diçka reale, diçka të qëndrueshme. Filloi me gjeste të vogla. Përgatiti mëngjesin para se Marina të zgjohej, me bukë të freskët që shkoi ta merrte në fshat, fruta të prera me kujdes, madje edhe disa lule nga kopshti në një vazo të improvizuar. Kur ajo zbriti me fëmijët, gjeti tryezën të shtruar dhe Artanin që priste me një buzëqeshje. Çfarë është kjo? Pyeti Marina, e habitur. Mëngjesi. Mendova se meritoje ta filloje ditën pa u shqetësuar për asgjë. Marina e shikoi për një moment të gjatë, diçka u zbut në sytë e saj. Por shpejt ajo u përmblodh. Faleminderit. Nuk duhej. E di. Por doja ta bëja. Jona ishte e magjepsur me vaktin special, duke folur pa pushim se sa e shishme ishte gjithçka. Mikeli duartrokiste në karrigen e tij, duke i buzëqeshur Artanit në një mënyrë që ia shkrinte zemrën.
Marina hëngri në heshtje, por Artani mund të shite se ajo po luftonte me diçka brenda vetes. Në ditët në vijim, Artani intensifikoi përpjekjet e tij. Rregulloi gardhin e pasëm që ishte i thyer prej muajsh. Lyu dhomën e fëmijëve me ngjyra të gëzueshme, duke mbushur muret me re dhe yje të pikturuara me dorë. Mbolli më shumë lule në kopsht, duke krijuar një shteg të vogël me gur që të çonte në një stol nën pemën e preferuar të Marinës. Çdo gjest ishte i vogël, por i ngarkuar me kuptim. Dhe Marina e kuptonte. Shite për kushtimin, kujdesin, dashurinë e heshtur në çdo veprim të Artanit. Dhe kjo e friksonte edhe më shumë. Sepse sa më shumë shite, aq më e vështirë bëhej të mbante barrierat që kishte ndërtuar. Gjatasi u shfaq një pasdite me diell, duke sjell bukë të freskët dhe lajme nga fshati. Qëndroi duke biseduar në verandë me Artanin ndërsa Marina përgatiste lëng në kuzhinë. Jeni zënë? Pyeti plaku drejt për drejt, pa rrotulla. Si e di? Gjatasi qeshi. Djalosh, jam 75 vjeç. Kam parë shumë çifte të zihen. I njoh shenjat. Marina po ikën nga ti dhe ti po përpiqesh ta arrish. Histori e vjetër sa koha. Artani pshertiu. Është e komplikuar. Dashuria gjithmonë është. Gjatasi piu një glënjik lëng. Por më lër të tregoj diçka. Gruaja ime, Zoti e mëshiroft, ishte kokfort si një mushkë. Kur u njohëm, nuk donte asgjë me mua. Mendonte se isha i papërgjegjshëm, se nuk bëja për martesë. Mu deshën muaj për ta bindur për të kundërtën. E di si ja dola? Si? Duke e provuar. Çdo ditë, me çdo veprim, çdo fjalë, çdo shikim. I tregova se nuk do të hiqja dorë. Se ajo ja vlente gjithë mundimin. Dhe përfundimisht, ajo besoi. Jo sepse fola bukur, por sepse e provova me gjithë jetën time. Gjatasi i ra në shpatull Artanit. Je në rrugën e duhur, djalosh. Vetëm mos hiq dorë. Njerëzit me frikë nga dashuria kanë nevojë për durim. Kanë nevojë të shohin qëndrueshmëri, jo vetëm premtime. Artani tundi kokën, duke përthithur fjalët e plakut. Faleminderit, Gjatasi. S'ka përse. Dhe mbaj mend, ajo ka frikë të humbas përsëri. Ka humbur një herë. Nuk do të rrezikoj lehtë. Por kur më në fund të hapet, do të jetë me gjithçka. Vetëm duhet t'i tregosh se nuk do të shkosh askund. Pasi Gjatasi iku, Artani mbeti duke menduar për fjalët e tij. Marina kishte frikë. Frikë të donte përsëri, frikë të humbiste, frikë të mos ishte e mjaftueshme. Dhe ai duhej të tregonte, jo vetëm të thoshte, se këto frikëra ishin të pabaza. Atë natë, Artanit i lindi një ide. Mori laptopin e tij dhe filloi të punonte për diçka që e kishte shtyrë prej ditësh. Nëse ai vërtet do të qëndronte në Petrel, nëse vërtet do të ndërtonte një jetë atje, duhej të merrte vendime praktike. Dhe i pari prej tyre ishte për kompaninë e tij. Kaloi gjithë natën duke shkruar emaile, duke bërë telefonata, duke organizuar dokumente. Po shiste pjesën e tij të kompanisë. Jo Valbonës, por një grupi investitorësh të cilëve u besonte, njerëz që do të ruanin thelbin e asaj që ai kishte ndërtuar, që do të kujdeseshin mirë për punonjësit. Parat nga shitja do të ishin më se të mjaftueshme për të jetuar rehat dhe ende për të investuar në projekte të reja, projekte më të vogla, më domethënëse. Kur Marina zbriti në mëngjes, e gjeti Artanin ende zgjuar, të rrethuar nga letra dhe me laptopin hapur. Nuk ke fjetur? Pyeti ajo, shqetësimi i qartë në zërin e saj. Jo. Po merresha me disa gjëra. Ai e shikoi, sytë të lodhur por të vendosur. Po shes pjesën time të kompanisë. Marina ndaloi, fryma i ngeci në fyt. Çfarë? Më dëgjove. Po e shes. Tashmë kam gjetur blerës, tashmë kam negociuar kushtet. Pas 2 javësh, nuk do të jem më biznesmen. Do të jem thjesht Artan Basha, banor i Petrelës, duke kërkuar një qëllim të ri në jetë. Artan, nuk mund ta bësh këtë. Jo për shkakun tim. Nuk është vetëm për ty, është edhe për mua. Ajo jetë po më vriste, Marina. Fjalë për fjalë. Dhe tani që kam gjetur diçka më të mirë, diçka reale, nuk do të kthehem pas.
Pavarësisht se çfarë ndodh mes nesh, pavarësisht nëse ti qëndron apo largohesh, ky vendim tashmë është marrë. Është ajo që dua. Është ajo që më duhet. Marina u ul rënd në një karrige duke përpunuar gjithçka. Lotët i rridhnin nëpër fytyrë, por ajo nuk dukej se e vinte re. Dhe çfarë do të bësh? Këtu në Petrel? Nuk e di ende. Ndoshta do të hap një biznes të vogël. Ndoshta do të investoj në projekte lokale. Ndoshta thjesht do të jetoj. Do të shijoj çdo ditë, çdo moment. Do të bëj gjëra me duar, do të njoh njerëz të vërtet, do të ndërtoj marrëdhënie reale. Artani u ngrit dhe u gjunjëzua para saj duke i marrë duar. Dhe nëse ti ma lejon, do të doja t'i bëja të gjitha këto pranë teje. Marina e shikoi sinqeritetin në sytë e tij, cenueshmërinë që ai po tregonte. Dhe për herë të parë pas javësh, ja lejoi vetes të konsideronte mundësinë. Ndoshta ai po fliste seriozisht. Ndoshta kjo nuk ishte një fantazi. Ndoshta ajo meritonte të ishte e lumtur përsëri. Kam shumë frikë, pëshpëriti ajo. Edhe unë, pranoi Artani. Kam frikë se nuk do të jem mjaftueshëm i mirë për ty, kam frikë se do të dështoj, se do të zhgënjej. Kam frikë se gjithë kjo do të marrë fund. Por kam më shumë frikë të mos provoj. Të lë të ikësh pa luftuar. Të kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke pyetur veten po sikur. Marina mbylli syt, lotët vazhdonin të binin. Artan, unë nuk jam perfekte. Kam bagazhin tim, kam 2 vajza që nuk janë të tuat, kam një jetë të komplikuar dhe të çrregull. Unë nuk dua perfeksion. Dua ty me gjithë bagazhin tënd, me vajzat e tua që tashmë i dua sikur të ishin të mijat, me gjithë kompleksitetin dhe bukurinë e jetës tënde. Marina hapi syt dhe kishte diçka të re aty. Shpresë. Frikë ende, por edhe shpresë. Je i sigurt? Absolutisht i sigurt? Jam. Më i sigurt se sa kam qenë ndonjëherë për çdo gjë në jetën time. Dhe në atë moment, diçka u thye brenda Marinës. Barrierat që ajo kishte ndërtuar, mbrojtjet që kishte ngritur, gjithçka u shem. Ajo e tërhoqi Artanin drejt vetes dhe e puthi. Ishte një puthje e ngarkuar me frikë dhe shpresë, me dhimbje dhe shërim, me humbje të kaluara dhe mundësi të ardhshme. Kur u ndan, të dy po qanin. Por ishin lot lehtësimi, çlirimi. Më në fund, ja lejuan vetes të ndjenin gjithçka që kishin shtypur prej muajsh. Të dua, tha Artani butësisht, duke i fshirë lotët nga fytyra me gishtat e mëdhenj. Të dua ty, i dua vajzat e tua, e dua jetën që kemi ndërtuar së bashku. Dhe do të kaloj çdo ditë të jetës sime duke ta provuar këtë. Marina buzëqeshi përmes lotëve. Edhe unë të dua. Dhe jam e tmerruar, por jam edhe gati. Gati për të provuar përsëri. Gati për të besuar se meritojmë të jemi të lumtur. Ata qëndruan aty të përqafuar në kuzhinë, ndërsa dielli linte jashtë dhe një ditë e re fillonte. Një ditë plot mundësi, shanse të dyta, dashuri që kishte lulëzuar në vendin më të pamundur. Dhe për herë të parë që kur ishin një orë, të dyja lejuan vetes të ëndërronin për një të ardhme së bashku. Një të ardhme reale, të prekshme, plot jetë, dashuri dhe familje. Kapitulli 4 ditët që pasuan atë mëngjes transformues u shënuan nga një lehtësi që asnjëri prej tyre nuk e kishte përjetuar prej shumë kohësh. Artani dhe Marina nuk kishin më nevojë të bënin sikur, nuk kishin më nevojë të fshinin atë që ndjenin. Dashuria që kishin ndërtuar pak nga pak, përmes gjesteve të thjeshta dhe momenteve të përditshme, tani mund të shprehej lirshëm. Jona e vuri re ndryshimin menjëherë. Mami është e lumtur përsëri, komentoi një pasdite, ndërsa luante në kopsht me Artanin. Kishte kohë që nuk e shija të buzëqeshte kështu. Artani i përkëdheli flokët vajzës. Po ti? Je e lumtur? Shumë. Jona i përqafoi këmbët. Tani jemi një familje e vërtet, apo jo, daja tani? Jemi, vogëlushe. Jemi. Marina vëzhgonte nga dritarja, zemra i gufonte nga emocionet. Kishte kaluar kaq shumë kohë me frikë, kaq shumë kohë duke u mbrojtur nga më shumë dhimbje, saqë pothuajse harroi si ishte t'ia lejoje vetes të ishe e lumtur. Por ja ku ishte, e dashuruar përsëri, duke ndërtuar një familje të re, duke guxuar të ëndërronte për një të ardhme që dukej e pamundur vetëm muaj më parë. Artani po e mbante fjalën.
Shitja e kompanisë ishte pothuajse e finalizuar dhe ai kishte filluar të eksploronte mundësi në petrel. Gjata si e prezantoi me disa tregtar lokal dhe Artani zbuloi një interes të vërtet për të investuar në komunitet, për të ndihmuar bizneset e vogla të rriteshin, për të përdorur përvojën dhe burimet e tij në një mënyrë më domethënëse dhe personale. Një natë, pasi fëmijët fjetën, Artani dhe Marina u ulën në verandë në një qiell me yje. Ai i mori dorën duke gërshetuar gishtat e tyre. Kam diçka për të pyetur, tha ai, zëri i butë dhe nervoz. Marina e shikoi kurreshtare. Çfarë është? Artani mori frym thellë. Martohu me mua. Heshtja që pasoi dukej e përjetshme. Marina e shikoi, sytë të zgurdulluar nga habia. Artan, ne, e di që është herët. E di që ende po e njohim njëri tjetrin në shumë mënyra. Por gjithashtu e di se të dua. E di se i dua vajzat e tua. E di se dua të zgjohem çdo ditë pranë teje për pjesën tjetër të jetës sime. Nuk ka nevojë të jetë nesër, nuk ka nevojë të jetë javën tjetër. Por një ditë, kur ti të jesh gati, unë dua që ti të jesh gruaja ime. Dua të jemi një familje e vërtet, para të gjithëve. Marina ndjeu lotët t'i mbusheshin përsëri. Ditët e fundit kishte qarë më shumë se në muajt e fundit, por tani ishin lotë të mirë, lotë lumturie dhe shprese. Po, përshpëriti ajo. Artani puliti sytë. Po. Martohem me ty, Marina qeshi përmes lotëve. Nuk kam nevojë të pres për të ditur se kjo është ajo që dua. Tashmë e di. Ti solle dritë përsëri në jetën time, Artan. Ti më tregove se është e mundur të duash përsëri, të besosh përsëri. Si mund të thoj ajo? Artani e tërhoqi në krahët e tij, duke e puthur me gjithë intensitetin e dashurisë që ndjente. Kur u ndan, të dy po qeshnin dhe qanin në të njëjtën kohë. Do ta bëjmë thjesht, tha Artani. Pa bujë, pa luks të tepruar. Vetëm ne, vajzat dhe njerëzit që duam. Perfekte. Pikërisht ajo që doja. Ata qëndruan aty të përqafuar për orë të tëra, duke bërë plane, duke ëndërruar për të ardhmen, duke ndjerë sigurinë dhe paqen që vjen kur e di se ke gjetur vendin tënd në botë, në krahët e njëri tjetrit. Të nesërmen, Marina i tregoi lajmin Jonës. Vajza shpërtheu nga gëzimi, duke kërcyer dhe bërtitur se daja tani do të ishte babai i saj i vërtetë. Mikeli, pa e kuptuar plotësisht por duke kapur energjinë pozitive, qeshi dhe duar trokiti. Ishte një moment perfekt, një familje që festonte dashurinë që i bashkonte. Gjata si ishte një nga njerëzit e parë jashtë familjes që e mori vesh. Ai i përqafoi të dy fort, sytë i ishin përlotur. E dija, tha ai duke qeshur. Që ditën e parë e dija se ishit bërë për njëri tjetrin. Dhe tani gjithë fshati do të festoj me ju. Dhe festoj. Lajmi u përhap shpejt në komunitetin e vogël të Petrelës. Fqinjet që Artani dhe Marina mezi i njinin u shfaqen për t'i uruar, duke ofruar ndihmë për të organizuar dasmën. Një zonjë e moshuar, Teto Maria, ofroi të bënte tortën. Një familje tjetër kishte një obor të madh dhe perfekt për ceremoninë. Një fqin tjetër ishte muzikant amator dhe do të ishte i nderuar të luante në dasmë. Ajo që duhej të ishte diçka e thjeshtë po shndërrohej në një ngjarje të madhe komunitare. Dhe Artani dhe Marina zbuluan se nuk u bëhej vonë. Në fakt, kjo i emociononte thellësisht. Ajo shfaqje dashurie dhe mbështetje nga fshati tregonte se ata nuk ishin vetëm, se kishin gjetur jo vetëm njëri tjetrin, por një komunitet të tërë që i përqafonte si familje. Marina vendosi të mos priste shumë për dasmën. Një muaj, i tha Artanit. Dua të martohem me ty pas një muaji. Kemi pritur mjaftueshëm për lumturinë. Artani ra dakord me gjithë zemër. Por fati, si gjithmonë, kishte planet e veta. 2 javë para dasmës, Jona u zgjua me temperaturë. Fillimisht, Marina nuk u shqetësua shumë. Ishte vetëm një temperaturë e lehtë, ndoshta një ftoje. I dha ilaç për temperaturën, e mbajti vajzën të hidratuar dhe priti që të përmirësohej. Por temperatura nuk ulej. Në fakt, u përkeqësua. Ditën e dytë, Jona digjej nga temperatura dhe kollitej pa pushim. Marina e çoi te mjeku lokal, i cili diagnostikoi një infeksion respirator dhe i dha antibiotik. Por edhe me mjekimin, Jona nuk përmirësohej.
Temperatura vazhdonte e lartë, kolla bëhej gjithnjë e më e thellë dhe shqetësuese. Ditën e tretë, Artani dhe Marina ishin të tmerruar. Jona mezi mbahej zgjuar, frymëmarrja e saj ishte e vështirë dhe e cekët. Mjeku sugjeroi ta çonin në spital në një qytet më të madh, por atë pasdite filloi një stujë e fortë. Rrugët u bën të pakalueshme, pemë të rrëzuara bllokonin kalimet, shiu aq i fortë sa mezi shihej 1 metër përpara. Ishin të bllokuar. Me një fëmijë të sëmurë rënd dhe pa akses në kujdesin e duhur mjekësor. Marina u kap nga paniku. Ajo ecte sa andej këtej nëpër dhomë, duart i dridheshin, fytyra e zbet nga tmerri. Po e humbas. Njësoj siç humba burrin tim. Po humbas vajzën time. Artani e kapi nga supet duke e detyruar ta shikonte në sy. Jo. Nuk do ta humbasim. Do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë. Do të kujdesemi për të, do të lutemi për të, do të luftojmë për të. Së bashku. Ti nuk je vetëm në këtë, Marina. Kur më nuk do të jesh vetëm. Gjata si u shfaqte dera, i qullur nga shiu. Erdha sapo dëgjova. Solla disa bimë mjekësore, çajra që gruaja ime i përdorte për sëmundjet e frymëmarrjes. Dhe erdha për të qëndruar. Do të keni nevojë për ndihmë. Ajo natë ishte më e gjata e jetës së tyre. U ndërruan duke u kujdesur për Jonën. Lecka të ftohta në ball për të ulur temperaturën. Çajra bimor për të ndihmuar në frymëmarrje. Lutje të pëshpëritura në momente dëshpërimi. Mikeli flinte në prerin e gjatasit, i pavetëdijshëm për seriozitetin e situatës. Rreth orës 3 të mëngjesit, temperatura e Jonës arriti kulmin. Ajo filloi të delironte, duke thirrur njerëz që nuk ishin aty. Babi, çante ajo. Babi, ku je? Marina u shkatërrua. Ra në gjunjë pranë shtratit të së bijës, duke dënesur në mënyrë të pakontrollueshme. Të lutem, përgjëroi ajo. Të lutem, mos ma merr. Kam humbur kaq shumë. Të lutem. Artani e mbështolli në krahët e tij, duke ndier lotët e tij që i rridhnin nëpër fytyrë. Edhe ai ishte i tmerruar, edhe ai ndjente peshën e. Mundësisë për të humbur atë fëmijë që kishte mësuar ta donte si të ishte e tija. Por ai duhej të ishte i fortë. Për Marinën, për Jonën, për të gjithë ata. Ajo do të bëhet mirë, përsëriste ai si një mantra. Ajo është e fortë. Si nëna e saj. Ajo do ta kaloj këtë. Do të bëhet mirë. Orët kaluan me një ngadalësi agonizuese. Stuhia jashtë vazhdonte e furishme, sikur vetë qielli të pasqyronte vorbullën emocionale brenda asaj shtëpie. Artani kur nuk ishte lutur kaq shumë në jetën e tij. Bëri premtime Zotit, çdo forcë superiore që mund të ishte duke dëgjuar. Kërkoi më shumë kohë, më shumë shanse, më shumë jetë për atë vajzë që ishte bërë kaq e çmuar për të. Marina qëndroi pranë Jonës gjithë natën, duke i mbajtur dorën e vogël, duke kënduar ninulla me zë të dridhur, duke përshpëritur fjalë dashurie dhe inkurajimi edhe kur nuk ishte e sigurt nëse e bija mund ta dëgjonte. Artani qëndroi pranë të dyjave, një dorë në supin e Marinës, tjetra duke i përkëdhelur butësisht flokët e djersitur të Jonës. Gjata si lutej me zë të ulët në cep të dhomës, lutjet e tij të vjetra dhe ngushëlluese mbushnin hapësirën me një ndjenjë paqeje në mes të kaosit. Ishte në orën 6 të mëngjesit, kur rrezet e para të diellit filluan të çanin përmes rreve që shpërndaheshin nga stuhia, që temperatura më në fund filloi të binte. Jona mori frymë më thellë, balli i saj u bë më pak i nxehtë në prekje. Ajo hapi sytë shkurtimisht, duke parë Marinën me njohje para se të flinte përsëri, këtë herë një gjumë natyral dhe shërues. Marina shpërtheu në dënese lehtësimi. Artani e mbajti, gjithashtu duke qarë, gjithashtu mirënjohës për tej fjalëve. Gjata si përshpëriti një lutje falënderimi. Kaloj, tha Artani butësisht. Më e keqja kaloj. Ajo do të bëhet mirë.
Dhe u bë. Në orët në vijim, përmirësimi i Jonës ishte i dukshëm. Temperatura vazhdoi të binte, kolla u zvogëlua, frymëmarrja u bë më e lehtë. Kur mjeku më në fund arriti të vinte me rrugët tashmë të pastruara, ai konfirmoi se rreziku kishte kaluar. Ishte çështje kohe dhe kujdesi për një shërim të plotë. Por ajo natë kishte ndryshuar diçka tek të gjithë ata. Artani dhe Marina ishin përballur së bashku me frikën më të madhe të çdo prindi, mundësinë e humbjes së një fëmije. Dhe kishin mbijetuar. Ishin mbështetur te njëri tjetri, kishin qëndruar të fortë së bashku kur individualisht do të ishin shkatëruar. Lidhja e tyre, tashmë e fortë, u bë e pathyeshme. Një javë më vonë, me Jonën plotësisht të shëruar dhe më energjike se kur, dasma u bë. Ishte pikërisht siç e kishin planifikuar, e thjesht, intime, plot dashuri. Ceremonia u mbajt në oborrin e Teto Marias, i dekoruar me lule nga kopshti i vet Marinës. Karrige të thjeshta druri formonin rreshta, të zëna nga fqinjet, miqtë e fshatit, madje edhe disa kolegë të Artanit që bën çmos të vinin nga Tirana. Marina vishte një fustan të bardhë të thjeshtë, me lule në flokë që Jona e kishte ndihmuar t'i zgjidhte. Artani ishte me veshje të përditshme por elegante, pa formalitetin e ngurtë të së kaluarës së tij biznesore. Jona ishte shoqëruesja e vogël, duke mbajtur unazat me krenari. Mikeli zvarritej me gëzim mes të ftuarve, duke u shkaktuar të qeshura të gjithëve. Gjata si drejtoi ceremoninë në mënyrë jo zyrtare, duke thënë fjalë të thjeshta por të thella për dashurinë, familjen dhe shanset e dyta. Artani dhe Marina shkruan betimet e tyre. Marina, filloi Artani, zëri i emocionuar. Ti më mësove të jetoj përsëri. Më mësove se suksesi nuk matet me para apo pushtet, por me momente të ndara, me të qeshura rreth një tryeze, me ne duke u kujdesur së bashku për ata që duam. Ti dhe vajzat e tua më dhatë një familje, më dhatë një shtëpi, më dhatë një qëllim. Premtoj t'ju dua, t'ju mbroj dhe të kujdesem për ju çdo ditë të jetës sime. Premtoj të jem babai që Jona dhe Mikeli meritojnë, burri që ti meriton, njeriu që kjo familje ka nevojë. Marina fshiu lotët para se të fliste. Artan, kur unë njohëm, unë isha e humbur. Kisha humbur jo vetëm burrin tim, por identitetin tim, shpresën time, besimin tim në ditë më të mira. Ti më gjete në këtë vend të errët dhe solle dritë. Jo me gjeste të mëdha apo premtime boshe, por me prani të vazhdueshme, me kujdes të sinqert, me dashuri të duruar. Ti më mësove se është e mundur të duash përsëri pa tradhtuar kujtimin e asaj që u humb. Se është e mundur të ndërtosh një të ardhme të re pa mohuar të kaluarën. Premtoj të dua me gjithë intensitetin që zemra ime lejon, të kujdesem për ty në ditët e mira dhe të këqija, dhe të ndërtoj me ty një jetë plot dashuri, gëzim dhe kuptim. Nuk kishte sy të thatë mes të ftuarve kur shkëmbyen unazat. Kur u puthën, duke vulosur premtimet e tyre, i gjithë fshati duartrokiti dhe festoi. Festa që pasoi ishte modeste por e gëzueshme. Teto Maria kishte bërë një tortë 3/4 që dukej si e dal nga një revistë, çdo shtresë e mbushur me dashuri dhe përkushtim. Kishte ushqim me bollëk, i përgatitur nga fqinje të ndryshëm. Muzikë live e luajtur nga banor lokal. Kërcime të qeshura, histori të ndara. Jona kërceu me Artanin, këmbët e saj të vogla shkelnin mbi të tijat, duke qeshur ndërsa ai e rrotullonte në pistën e improvizuar të kërcimit. Do të kem një baba përsëri, i pëshpëriti ajo, sytë i shkëlqenin nga lumturia. Ti gjithmonë ke pasur një baba, u përgjigj Artani butësisht. Ai mund të mos jetë këtu me ne, por ai të ka dashur shumë dhe gjithmonë do të jetë në zemrën tënde. Unë nuk do ta zëvendësoj atë, Jona. Unë do të jem një person shtesë që të do, të mbron dhe kujdeset për ty. Ti ke 2 baballar tani. Një në qiell dhe një këtu me ty. Jona e përqafoi fort. Të dua, babi tani. Artani ndjeu zemrën t'i gufonte. Edhe unë të dua, vogëlushe. Përgjithmonë. Marina vëzhgonte skenën, gjithashtu duke kërcyer ngadalë me Mikelin në krah. Gjata si ju afrua, një buzëqeshje e gjerë në fytyrë. Ti e meriton këtë, bia ime. Gjithë këtë lumturi. Kur mos e dysho këtë. Faleminderit, Gjatasi. Për gjithçka. Që besove tek ne që në fillim. Mos falëndero. Vetëm i e lumtur. Është gjithçka që secili prej nesh dëshiron. Festa vazhdoi deri vonë në natë.
Kur më në fund mbaruan së përshëndeturi të gjithë të ftuarit, Artani dhe Marina u kthyen në shtëpi me vajzat të fjetura në krahët e tyre. Shtëpia që dikur ishte streha e përkohshme e një familjeje të dëshpëruar, tani ishte shtëpia e një familjeje të re, e bashkuar jo vetëm nga rrethanat, por nga dashuria e vërtetë dhe zgjedhja e ndërgjegjshme. Atë natë, pasi i vunë fëmijët për të fjetur, Artani dhe Marina qëndruan në verandë, siç kishin bërë kaq herë më parë. Por tani gjithçka ishte ndryshe. Tani ishin burrë e grua. Tani ishin një familje zyrtarisht. Ja vlejti, tha Marina butësisht, duke mbështetur kokën në supin e Artanit. Gjithë frika, gjithë dhimbja, gjithë pasiguria. Ja vlejti për të arritur deri këtu. Gjithmonë ja vlen kur destinacioni është dashuria, u përgjigj Artani, duke i puthur majën e kokës. Dhe ne nuk kemi arritur në fund. Ne sapo kemi filluar. Dhe ishte e vërtetë. Ky ishte vetëm fillimi i një udhëtimi të gjatë së bashku. Do të kishte sfida përpara, momente të vështira, pengesa për të kapërcyer. Por tani ata kishin njëri tjetrin. Kishin një familje. Kishin dashuri, qëllim dhe një shtëpi për ta quajtur të tyren. Artani kishte ardhur në Petrel duke kërkuar paqe dhe pushim për një trup dhe mendje të raskapitur. Por gjeti shumë më tepër se kaq. Gjeti shpengim, transformim, dashuri. Gjeti një arsye për të jetuar që shkonte përtej tabelave dhe fitimeve. Gjeti një familje që nuk po e kërkonte, por që i duhej dëshpërimisht. Marina kishte zënë atë shtëpi të braktisur si mjetin e fundit, një përpjekje e dëshpëruar për t'u dhënë një farë stabiliteti vajzave të saj. Por ajo shtëpi, që duhej të ishte vetëm strehë e përkohshme, u bë shtëpia e saj e vërtetë. Dhe burri që mund t'i kishte dëbuar pa mëshirë u bë dashuria e saj më e madhe, mbështetja e saj më e madhe, shoku i saj i jetës. Vajzat që kishin kaluar kaq shumë në kaq pak kohë, tani kishin jo vetëm një shtëpi, por një vatër të plotë. Kishin jo vetëm një nën luftëtare, por edhe një baba të përkushtuar. Kishin jo vetëm mbijetesë, por lumturi të vërtetë. Ndërsa yjet shkëlqenin në qiellin e Petrelës dhe flladi i butë i natës u përkëdhelte fytyrat, Artani dhe Marina ia lejuan vetes thjesht të ishin. Të ishin të lumtur. Të ishin mirënjohës. Të ishin një familje. Udhëtimi kishte qenë i gjatë dhe i mundimshëm për të dy. Plot humbje, dhimbje, momente dëshpërimi. Por gjithashtu plot mrekulli të vogla, gjeste mirësie, shanse të dyta. Dhe në fund, dashuria kishte mbizotëruar. Jo dashuria e përrallave, perfekte dhe pa komplikime, por dashuria e vërtetë. Dashuria që ndërtohet ditë pas dite, përmes zgjedhjeve të ndërgjegjshme, pranisë së vazhdueshme, faljes së ndërsjellë dhe rritjes së përbashkët. Artani shikoi Marinën, profilin e saj të ndriçuar nga drita e butë e hënës, dhe ndiu një mirënjohje të thellë. Mirënjohje për sëmundjen që e detyroi të ndalonte dhe të rivlerësonte jetën e tij. Mirënjohje për rastësinë që e solli në atë shtëpi në atë moment të saktë. Mirënjohje për çdo vendim, çdo moment, çdo bisedë që i çoi deri në atë pikë. Marina e shikoi përsëri, duke parë në vështrimin e tij gjithçka që ndjente në zemrën e saj. Dhe e dinte, me siguri absolute, se kishte bërë zgjedhjet e duhura. Se kishte qenë mjaftueshëm e guximshme për të rrezikuar zemrën e saj edhe një herë. Se u kishte dhënë vajzave të saj jo vetëm siguri materiale, por një familje të plotë dhe të dashur. Ata u puthën butësisht, një puthje që premtonte 1000 mëngjese, 1000 aventura, 1000 momente gëzimi dhe sfidash të ndara. Dhe kur u ndan, qëndruan aty të përqafuar në heshtje të rehatshme, duke vëzhguar natën e qetë të Petrelës dhe duke u ndier, për herë të parë pas shumë kohësh, plotësisht në paqe. Plotësisht në shtëpi. Plotësisht aty ku i përkisnin.